A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Vazhdojmë me dersin e Imam Gazaliut. E mbaruam kapitullin e parë, ku na tregonte Imam Gazaliu se një musliman i ka 7 detyra si duhet t'i qaset ajeteve myteshabih që në lexim të parë nuk kuptohen, sidomos në mesin e xhamatlive. Dhe detyra e fundit ishte me ju dorëzu ulemave, hoxhallarve, të thelluar në dije, me shpirt të pastër, që Allahu Teala atyne va ka bën nasib t'i kuptojnë këto, dhe neve kemi borx vetëm si na kanë thënë ato, si na udhëzojnë ato, thënë udhëzimet si na i tregojnë ato, t'i ndjekim ato këshilla dhe çashtu ta shpëtojmë imanin. Dhe fillojmë tash me kapitullin e 2 të Kitapit, se deri tash Imam Gazaliu na thoshte se rruga e selefit, rruga e gjeneratave të parë, ishte rrugë e saktë dhe rrugë e drejtë. E tash thot, do të vasqaroj me disa argumente, se i vogli thirën, ta prishkit koncentrimin. Bon shpi, me nëzhe se i hikim, tash edhe këtu, amsu, tash tepe me kamerë të thire, apo. Allahu na i rujt fëmit. Allahu na i rujt fëmit. Interesant, tash gjemat shifni ndërprerje dersit, ama që këtë të ndaj me ju edhe ju, besoj se i keni ato, kur në gjitet zemra dëkundi. Shifën betëm vonë, e falem akshamin, edhe nësi hoxhallar, do shta hoxha nuk e bon, po unë jam pak ma jaramas, unë i bëj do trika. E tash e kemi lezu qka është farzi namazi, qka është vajxhib, sünnet edhe, a shpejtojmë tash, më na prit në ju, e tehijatun e lexoj, Allahu me salli, Allahu me barik, e në japish selam, sa ato qerat janë mustahab. Tash për të bëni mustahab, të na presen një xhamat këtu, nuk është në rregull, prishet rendi. E mirë është me elan mustahabin në shtëpi bone, këtu pret një xhamat. Ama sën e la që këtë lutje pa e bo. Atë lutje që Allahu Teala na mëson, Rabbena, heblena, min ezwajina, wa dhurriyatina, qurrata a'yun. Tash këtë e kemi koncentrim. Allahu na bëf nasib fëmijë të hajrit. Dhe asë njëherë nuk kam hik kjo lutje. Shif, shpejtoj, dëm hike namazi, shpejt e gjeni vakët, edhe që këtë lutje dhe shti aty, për që tash më kujtu, edhe neve, aty ku koncentrohemi, në fund të namazit, duat pranohen, lutjet pranohen. Kush do në fëmijë të hajrit, këtë lutje le ta bëje, hiq, mos e ndalni, tamam. Shpejtojni, ande kënde, kjo mos jetë vetëm si një mustahab. Kjo le të jetë një fars për ne se duhet nxjerrim fëmijët e hajrit. Nuk është në fuqin ton, atëra Allahu Teala do t'i mbështetemi. Allahu sikur na sprovoja edhe në do momentet ngushta me kohë apo me ndonjëherë me abdes ngushtohesh. Ndonjëherë me shëndet ngushtohesh, duhesh më njëherë ta sosish punën, atë namazin, këtë lutje mos e lam asnjëherë. Ma pa kur dëriten inshallah të bëhen fëmijët e hajrit, dhe koncentrohemi me një veç tjetër ku ulemat mos dalim nga tema, kanë thënë që këtë lutje dhe e bëjni para selamit. Thënë para se me dhanë selam. Jashtë aty në Rabbena gfirli, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ja Rabbi, mos na devjo zemrat pasi na ke udhëzu. Babin dërsh, jo nuk dhe bëja ashtu rejnit, ha? Airplane mode. Mirë. Tash Imam Gazaliu në mëson se pse rruga e selefit është ajo e sakta. Dhe thot, do t'i sjeli 2 argumente. Njëna duhet logjike, tjetra me rivajet, do me thënë e përcjellur. Kjo e logjikës ka prap 2 argumente, 2 nëndega, njëna duhet e përgjithshme, tjetra duhet e detalizuar, pak më ndërlikuar, tafsili, do me thënë më në detaje, do t'a sqaroje Imam Gazaliu. Pse rruga e selefit është ajo e sakta? Sa i përket atij argumentit të përgjithshëm, se haku është mendimi i selefëve, këtë do t'a kuptosh pasi ti pranojmë 4 parime. Hoxha, parës 2 plus 2 është 4, a matematik mësojmë, a Imam Gazalin e mësojmë. E po tash flasim për çështje shumë serioze. Do me thënë, për me kuptu këtë argument të përgjithshëm, do të vizatoj 4 hapa.
që këto 4 vija, 4 pika, po i kuptove, me lene Allah do të na kuptojsh dersin, thot Imam Gazaliu. E para, njerë bën një hyrëse, pse selefët, pse gjenerata e parë, sahabët e kanë kuptu islamin tamamile si duhet. Thot, duhet ta dim se nga njerëzit, nga insant, nga halkit, mës mirti e kanë kuptu islamin dhe ja din, do me thënë, ahwalet, gjendjet, robëve të Allahut, që ka të bëjë me ahiretin kuptohet, për ahiret flasim, pa dyshim se janë pejgamberët. Në veçanti pejgamberi jon i dashur, sallallahu alaihi wasallam. A e din çka është më e mira për neve? Prandaj, kur hasim në ndonjë situatë, s'dish, anë gjatë të shkosh, anë të majt, hoxha im ka thënë, para mendoj pejgamberi të ishte, ka të shkonte. E po këndin këtë rrugë, dalish ka rrugë e plazhës ande, au, tash djenë në strugë verë, nxefët, vinë turista, pejgamberi nuk dhe hynte në atë rrugë, shkosh ka rruga tjetër, shumë thjeshtë. Edhe hesape qera njëtën tuja, mund t'i bëjni edhe ju, po edhe ne hoxalarët. Ti shqen pejgamberi këtu, a dhe bëjte këtë? Jo. Të ishqen pejgamberi misafir të haqigania dhe hante, gjithat kinç të madh, gjithat mish, nuk dhe hante. Së ne bëjsh, së ne ndalish. Atyrin pula, thom, haj pulën dhe e flyoj. Këtë qetën së ne flyove. 1, 2, 3, po pak e ne lëngin ja qesish, e në gjish me buk ashtu. E ma pa qërshia, e ma pa halthët, qka u bone be hoxha? Nuk është në regull kështu, e ma pa vonohesh normal. A i flasim për juve, qka të kishë bë pejgamberin, ne vetë nuk e bëjmë. Do me thanë, për çështjet e ahiretit, sigurisht që pejgamberët e din se qka është më e mira. Sepse thot, nuk ka rrugë për me ditë, për çështjet e ahiretit, nuk ka ndonjë rrugë për me ditë çka është e mirë apo çka është e keqe, me ndonjë përvojë apo me ndonjë formulë. Nuk është kjo shkencë, nuk është kimi, nuk është biologji. Apo bëjnë do eksperimente, gjyna miun e marin e helmojnë, a shkoj miu, cofi. Te miu qetër e provojnë, a zuk i eksperiment, shif me përvojë, ma pa, e hecin këtë punë. Çështjet e ahiretit nuk janë ashtu. Nuk shkojnë me përvojë, as me eksperimente. Duhet vjen nga Allahu Teala diçka. Ja ju vjen pejgamberve. Pejgamberët na japin neve haber dhe çaty është e mira dhe e hajrit për neve për çështjet e ahiretit flas. Sepse thot Imam Gazali, nuk ka shku dërkushi botën tjetër e të vije për jandejet na kallëzoj se çka ka ndej. Këtë fjalë sa shpesh e kemi dëgjuar nga njerëz që nuk i besojnë ahiretit. Ku e di shto ta ka xhenet, s'ka ardhur dëkushi për jande. Imam Gazali këtë kur e thot, don ta dëshmoj se vetëm pejgamberët mund ta dinat. Ky shqiptari jon kur e përmend këtë shembull don të thosë se as pejgamberi nuk e din, këtë janë pralla këto fet. Në shkolla fillore çatë ngjum. Shkollat mesme çatë ngjum. Ne jemi tash realt. Në lagje pi burrave që kërkojshim të jenë si shembull për neve, ditë natë që lushin gurës në për kafene, e në kur shojnë një gjaltëri se është bë fetare për qeshin, pi aty ne çektojnë gjumë. S'ka ardhur dikush pi andejt na tregoje. Imam Gazali e ka për qëllim, në jashta pejgamberëve nuk na ka ardhur dikush pi andej pa të na tregoje se çka ka. Vetëm pejgamberët mund ta dinë, prandaj te pejgamberët dhe jemi me sy të mbyllur, pa rezerva, çka na tregojnë nga ahireti, pa qëtër e kemi ta pranojmë se aty logjika nuk arrin. A i besojsh, i besoj. Dhe aty e ndal unë logjikën time. Sepse thot logjikat e njerëzve, këto nuk mund të arrijen me qiyas, do me thënë me logjik, se logjikat, mendjet e njerëzve janë nuksan, janë të cekura për me i kuptu këto kuptime të thella, të amshushme të botës tjetër. Ndërsa njerëzit e mençur, të gjithë e pranojnë se mendja e njeriut nuk mund të çojë ta kuptosh një botë pas vdekjes. Vërtet logjika këtë ne kupton. Thot vdiq, eshtrat mbesin, trupi zhduket, kalbet vdesish edhe not connection, fiket ekrani. Çfarë të kupton logjika? Ama pejgamberi pse të ka thënë do kiet hesap më vorr, do vije munkeri dhe nekiri, vallahi billahi tallahi ma shumë i besojmë se asaj që e shohin syt tona. Ndikimi është më i dobët. Atë që e sheh syri jon, i besojmë më shumë, që aty me pa një zjarr, asnjëherë se kisha shti dorën. Ama pejgamberi ka thënë, mos hyn çat punë se aty është zjarri i xhenemit, e rrezikojmë. Ama të paktën në besim nuk kemi hiç dyshim.
Do me thënë, mendja e njeriut nuk mund të na çojë mbas vdekjes me i kuptu sendet. As nuk mund të na udhëzoje për me kuptu se ku është zarari atij gjynafit. Logjika mund deri diku ta kuptoje. Ai për rakin mund ta kuptojsh. Po se na merr mend, bëjmë si të çmendur, waham shpirtin ma pa fëmijëve në shtëpi me gratë bëjmë fesate. Ama, si thot hoxha e mi dashur, çka është dallimi mes një mishi të lope që është therr me bismillah dhe një mishi të lope që është therr pa bismillah. Mish lope. Ku është zarari këtu? Haj logjika ta kuptoje. Apo, vetëm sheriati e cakton zararin. Kjo është haram, quhet coftin, se është therr pa emrin e Allahut xhelle xhelaluhu. Do të bëjë zarar edhe në botën shpirtënore, po edhe në ahiret duhet me i dhanë ma pa hesap Allahu xhelle xhelal. Ke marrë një jetë, një hajvan që ka kriju Allahu e ke therr pa lejen, pa emrin e Zotit xhelle xhelal. Apo logjika dhe mendja nuk është në gjendje me i kuptu dobit e sevapeve që i bëjmë. Ha? Çfarë logjike ka me pyet dikush? Gjithë bëj se pin tetof në mujt një herë shkojsh, po shpresoj sevape këtu. Juve, ndoshta do kush o thot, gjika nuk je te mabudazi, nuk është ai më i mençur se ti. Bile është më i ri se ti në mosh, që kështu i mashtron do njerëz shejtani. Se kanë terbien e Hazreti Abbasit radhiyallahu anhu. Mixha i pejgamberit alayhis salam, mi than çka e vube çaç? Mas ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nipi jot, xhaxhai, mixha çash ti lidhet nipit të ti. Ti je më i madh se ai. Thot unë jam më i madh vetëm në mosh. Ai është më i madh se unë, sa është pejgamber. Allahu na bëf nasip këto kuptime, mirë me i fut në zemër. Sidomos në detaje, apo me përkufizimet e tyre, si duhet, sëni kupton logjika vetëm atë që e ka pru sheriati dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, këtë njerëzit e mençur këtu nuk hyn veç hoxhallarët, po edhe shkencëtarët që kanë pak logjik të shëndosh, e kuptojnë se këto punë të ahiretit, këto dobi të sevapeve, e në zarare të gjunafeve kuptohen vetëm me nurin e pejgamberllëkut, që ajo është një fuqi jashta njerëzore, me të cilat, me ato fuqi, kuptohen sende nga gajbi, nga e fshehura. Apo, kuptohen sendet e kohës së kaluar, si na ka dhënë haber pejgamberi alayhis salam nga historitë e pejgamberëve para prak. Ku mund ta di, apo para 2000 kusur vjetë, para atij çka ka ndodhur. Do thënë Allahu Teala ja bën me dije, apo edhe për çështjet e ardhshme që ndodhin matutje. Këto edhe nuk mund të kuptohen me ndonjë definicion e as me ndonjë sqarim logjik. Këto janë nga çështjet që kanë bë ittifak, që nga gjeneratat e para, edhe filozofët e mençur, e ku mos diskutojmë aty për evliat dhe ulemat, të cilët e kanë kufizuar mendimin e tyre, logjikat e tyre dhe janë dorëzuar Hazretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pranuar se ata kanë më tepër fuqi. Më thënë parimi i parë, nga pejgamberët mund të mësojmë dobit që kanë të bëjnë me botën tjetër. Parimi i dytë është se pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka përcjell njerëzve atë që i është shpallur atij. Çka është shpallur atij? Dëni dobi. Qoftë për këtë dynja, qoftë për ahiret apo. Pejgamberi alayhis salam na mëson edhe ujë si pijet, apo. Në kam thot mos pini. Ta dishit se sa zarar u jep, dhe kishit vjell, dhe kishit shti gishtat, dhe kishit vjell. Edhe ujtin na mëson ai si ta pim. Thot do uleni dhe e pini. Dhe thoni bismillah me dorën e gjathë, dhe e pini. Shif edhe në dynja na mëson dobit, sigurisht edhe për ahiret. Dhe dim që a i dashur nuk kam qef asgjë nga i vahi që u shpall. As nuk va ka bët të komplikuar njerëzve, me do shprehje të ndërlikuar, apo neve hoxhallarët dë njerë, që duhem të shitemi ma filozof dhe duhem të përdorim do terme që mosëm kuptoj askushi. E në idioti, unë se ne marrë vesh, ke hargju kohë, ke marrë abdes, ke shku në gjuma, edhe ti shkojsh edhe unë e shkoj. Pse shkojmë be gjema me një vend?
Pse shkojmë, pse jemi mbledh këtu? Nëse nuk do ndjesh hoxhën, hiç më hajde vallai ri me gjalin me gruan në shtëpi kënaqu. A më derisa kemi ardhur këtu, kapim hakun apo. Ose tash me bo unë ana sjellta tash. Ka marr deri thave s'ka xoj des, rreçet. Hajnë unë kikirika. Si dia bëjmë tash? Ha? Do me thonë nuk e bësh atë që e kërkon ky mezhlis. Nuk e bësh atë që e kërkon ky mezhlis. Më e kish bërë këtë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Si dia bëshim? E tash ky shkon në xhami, nuk e ka kuptuar asgjë atë që ka fol hoxhën, thot, mashallah çfarë oratori. Çka kuptove? Kurrë nuk kuptova. E hoxho ti pse dole aty të flasish, e po, shif, çka është qëllimi i një dersi, të kuptoje xhamati, ti pse ndërlikove këto fjalë të ndërlikuara i përdore, pse koklavite këtë temë, shif, punë nefsi. Nefsi të shonë bësh një punë të padobishme, thënë mos japish hakun atij vendi në të cilin na ka mbledh Allahu xhelle xhelaluhu. Sepse ai pejgamberi dashur u dërgua vetëm për këtë punë, për me na isqaru çështjet që i vijnë nga Allahu xhelle xhelalu. Dhe këtë e bëni halis si i takon emrit të tij, që ishte rahmeten lil alamin. Prandaj dhe nuk ishte i akuzuar, nuk mund askush t'i thosë se pejgamberi shkoi nga kjo botë dhe nuk na sqaroi diçka. Asnjëri nuk mund këtë ta thosë. Atëherë edhe ne hoxhallarët duhet jemi të kujdesshëm. Me xhamatin që na vin, ju që argjoni kohë për neve, që na besojni neve, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Mos vë e puna në botën tjetër të na thuani pse be hoxhos na kallzove. Edhe këto nivelet të kallzuarit fillojnë pite farzet. Zbresim të vajxhibet, të synetet, të müstehabet, të edepet, këtë duhet t'i kallëzim. E në mezhlisin ton, kur fiken kamerat, shumë ma ndryshe dhe shumë ma i sert jam do sjellje dhe do këshilla. Pse? Më thos se botën tjetër hoxha, pse s'm ke kallëzau, se s'bon hoxhës t'ja fugi krahin kështu kur hecin para 200 vetave në xhenaze. Unë u desha të ta kallëzoj. Në nivelin e edepit. Do të thënë nivelin e terbijes. Terbjesës vjen nëse para 500 vetave, hoxhës ja hudhish krahin kështu, në një vend ku kanë një 500 hoxhallar tjerë. Çka dush kallëzohesh? Unë jam shumë i afër me hoxhës. Gruas bile mes rrugës nuk ja hudhim krahin, hoxhës së xhamis ja hudh krahin. Pse do të kallëzohet njëri? Hoxha e ka tash edhe këtu detyrë të thosë se kjo nuk ka terbie islame. Ai qetri mund të mendojë se je shumë çiberlik, shumë i radh. Jo. Kjo zotën mua s'm ka ndodh, nuk mund të ndodhe me lejen e Allahut. E këto janë gjëra që dihen vetëm nga historia e pejgamberit kur ja lexojmë jetën atij, se ai nuk kam çef asgjë dhe këtë dobit për botën tjetër ne i ka treguar siç duhet, po ashtu edhe na ka këshillu, na ka qortu për me hik gjërave që mund të na ndëshkojnë në ahiret. Ky ishte parimi i dytë. Tham parimi i parë, pejgamberët e din, parimi i dytë, pejgamberi e boni detyrën, i përcolli ato mesazhe si duhet, qoftë për sevape, qoftë për gjunafe. E treta, kuptimet e fjalëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, sigurisht që në detaj edhe më së miri mund t'i kuptojnë edhe sekretet e fjalëve të tij, ato që kanë qenë bashkë me atë, shokët e tij, ato që ditë e natë kanë kalu jetën me të. Se ndryshe është ai që është gjithë ditë me ty, e nga këto biseda, edhe pse nuk e përmend hoxha direkt atë fjalë, shumë mirë e kuptojnë se ku do të godet hoxha, se 24 orë, 18 rinë me hoxhën. E çashtu ishin edhe sahabët. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur thot në një shprehje dhe qeshi Allahu me atë njeri, ai e kupton se nuk është Allahu Teala një krijesë stakfirullah që i ngjan njeriut dhe që ka dham, që ka gojë dhe i hap kështu buzët kur buzëqesh. Ai shumë mirë e kupton se është sahabi, gjithë ditë ka kaluar me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Kjo ishte parimi i tretë. Me thënë, e mësuan mirë jetën e tij, e kuptuan karakterin e tij, i kuptuan fjalët e tij dhe i përcollën mirë mesazhet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Një si ka thënë pejgamberi sallam, nadara Allahu imran sami'a maqalati fa wa'aha fa eddaha kama sami'aha. Ja ndriçon fytyrën Allahu Teala një personi që i dëgjon fjalët e mia dhe njëra të mirë e mba përmendesh për veti, do me thënë e përtyp mirë atë, e kupton atë, pastaj ja përcjell edhe qerve, ashtu si më ka dëgjuar. Dhe thot Imam Gazali, sigurisht që këto janë sahabët e mëdhej që nuk mund të imagjinohet ata të kishin shtuar diçka
apo të paksojnë diçka, apo t'ja shtrembrojnë fjalët pejgamberit të dashur sallallahu alaihi wasallam. Dhe e katërta, për me kuptu se rruga e selefit ishte hajrit dhe e mira, e para çka ishte? Pejgamberët e din çka është e mirë për botën tjetër. E dyta ishte se ata nuk mçefën kur gjë, e bën detyrën si duhet. E treta, ata pejgamberi kuptuan më së miri sahabët, thanë shokët e atyne që jetuan në një kohë, dhe e katërta, ata sahabë të nderuar radiallahu anhum, tër jetët e tyre bën davet në islam, i harxhuan jetët e tyre, pasurit për me u përhap islami, mire po nuk hynën në këto debate të thella, nuk hynën në tevile në interpretime të ndryshme, dhe nuk u zunën ndërmjet viti me akide të ndryshme. Por, maksimalisht i ndaluan xhamatlit e tyre, talebet e tyre që mos hynë në këto tema të thella. E as bile mos parashtrojnë pyetjen. Derset e kaluara ka kalu Hazreti Omeri, si e kishte qasjen dhe këtyne gjemve të ri që mundohen parashtrojnë pyetje në lidhje me sëfatet e Allahut që nuk ka fol as pejgamberi alayhis salatu wassalam e as sahabët. Për ndryshe, ta kishin pasën këto tema, këto diskutime, në këto debate lidhje me çështjet thella të akides, ta kishin pasë aty ka din, aty ka fe, të parit dhe ishin qenë sahabët që do merreshin me këtë shkencë. Prandaj detyrimisht e kuptojmë që haku e vërteta është te fjalët e sahabëve. Rruga e vërtet është te mendimet e tyre, te mezhebi i tyre. Sidomos kur e dim që pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka lavdruar ato dhe ka thënë: "Khairun nas qarni", njerëzit më të hajrit janë ata që kanë jetuar në kohën time, në gjeneratën time. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që do ndjekin ato. Do me thënë tabi'inët. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata që do vinë edhe mbas tabi'inëve, janë tebu tabi'inët. Dhe ka thënë po ashtu ai pejgamberi dashur, se teftariqu ummeti nifen wa 70 firqa. Ummeti im do të ndahet në 70 e kusur. Në do rivajet e kalon se 73 sekte. E najje minhum vahide. E shpëtuara do jetë vetëm njëra për atyne. Sahabët thanë, menhum ja Rasulallah, tha ehlu sunne wal gjemaa. Ehli sunneti dhe gjemaati. Pra ndjekësit e sunnetit dhe të gjemaatit, që pejgamberit dhe sahabëve të tij. Sahabët prapë e pyetën pejgamberin: "Wa men ehlu sunne wal gjemaa?" Kush është ehli sunnet wal gjemaati? Tha pejgamberi i dashur: "Ma ana alayhi al-an wa ashabi." Është ajo rrugë, ai mendim, ai mezheb në të cilin unë jam dhe bashkë me mua janë edhe sahabët. Do me thënë, pronari i fesë, pejgamberi alayhis salatu wassalam, nuk e shtiu vetëm veten e tij. Nuk tha vetëm unë. Po ku është edhe Hazreti Ebu Bekri, ku është edhe Hazreti Omeri, Hazreti Osmani, Hazreti Aliu dhe gjithë sahabët në tërësi. E tash kur i shohim sahabët, nuk kanë hinë këto tema të ndërlikuara me sëfatet e Allahut, nuk janë ngucë hiç. Prandaj kuptojmë se rruga e vërtet që ka e atyre. Nëse duam edhe ne të shpëtojmë imanin, këto temave do të urim larg, do t'i largojmë edhe të rinjt mos hyjnë këto tema, sidomos në rrjetet sociale, nëse duam të vdesim me një iman saglam si ka hije një muslimani, t'i ndjekë që këto njerëzit më të hajrit që ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.